Procesi i hyrjes së ish të burgosurve politik në ndonjë ngjarje të atij që tash është shndruar në Muzeun Burgu i Idealit në Prishtinë, është një farpamje sa abstrakte edhe ekspresioniste në të njëjtën kohë. Si turm nga larg janë shenja abstraksioni, e me të ofruar qartësohen individualitetet dhe ekspresionizmi merr frymë. Kjo hyrje i ka edhe ato shakat e veta që kur s'marrin fund. Normal që është errët, bile është terr si në burg, thot një prej tyre. Kujdes i silleni se në burg jemi, merren masa këtu, thot një tjetër, derisa grupi që e rrethon nis shakat të tjera. Kësaj radhe, këto shaka kanë gjetur vend në një ngjarje që ka për subjekt 4 intervale kohore të 2 dekadave të fundit të shekullit të kaluar. Kohë ato kur eferveshenca kolektive, një koncept filozofik i Emily Durkheim, kishte kapluar masat të tëra. Pikturat e mentor Berishës vinë në 4 cikle: demonstratat e vitit 81, greva e minatorëve të Trepqës, falja e gjaqeve dhe eksodi 1998-1999. Piktura e parë krejt në hyrje afër recepcionit të burgut të Prishtinës e tash muzeut është në Bardhezi. Me të është ilustruar edhe posteri e ballina e katalogut. Ilustrohen demonstratat e vitit 1981, kur studentët e më pas masat popullore kërkonin republikë brenda asaj që ishte Federata e Jugosllavisë. Pikturat e këtij cikli bashkë me ato të cikleve të tjera ka një qelës të përbashkët, abstrakten dhe ekspresionizmin. Është një fije e hollë ku piktori nuk rrëshqet më shumë në njërën anë tjetrën, e perspektiva e leximit të tablove u takon vizitorëve. Ata që thellohen në turm ju bie më shumë në sy ana abstrakte, ku hyn në lojë edhe eferveshenca kolektive, siç edhe e mban titullin ekspozita. Në konceptin e sociologut francez Emile Durkheim, eferveshenca kolektive është një farë ndjenje shumë e fortë emocionale dhe energjie që përjetohet me një grup njerëzish në të njëjtën kohë. Ndonjë e tillë i kishte kapluar shqiptarët e Kosovës më 1981, pastaj me grevën e minatorëve më 1989, pajtimin e gjaqeve 1990 e deri te eksodi i fundviteve 90. Nëse vizitori i ikën pak perspektivës së turmës në tablo, gjen edhe individin, por asnjëherë të shkëputur nga turma. Ndryshe në piktura, turma është një individ. Piktori mentor Berisha ruan dinamizmin duke pasur elegancë edhe kur hedh ngjyrë për abstraksion. E njëkohësisht s'është veç një farë narratori me brush i ngjarjeve kur vjen në pah ekspresionizmi. Por deri diku futet edhe në një farë arti të angazhuar me qëllim që nëpërmjet pikturës t'i jap frymën e sotme të kujtesës ngjarjeve të së kaluarës. Piktori Berisha ka thënë se interesi i tij në 4 ciklet ishte pjesa e organizimit të turmës. Përmes pikturës e kom pa shumë të realizueshme aspektin vizual, prandaj ju kom fut kësaj sfide. Po përveç aspektit artistik, edhe në Muzeun e Burgut ju edhe pat edhe pjesë domethënë historike, të cilat unë i kam përfshi, që thjesht i japin edhe një input shtesë secilës qeli në Muzeun e Burgut Idealit edhe secilit cikël që unë e kam trajtuar. Në hapësirën e ish shetitore së dikurshme ka ndërhyrë me një instalacion ku krijon ndjesinë e turmës e vizualisht ngjallet edhe historia. Vizitorët aty përjetojnë një farë eferveshence më vete. Kuratori i ekspozitës, Orgest Azizi, ka sqaruar se është një cikël i madh pikturash që përbëhet nga 4 ciklet që krijojnë një shumësi që i bashkon një unitet. Fati kolektivit është diçka pak e mistershme në fakt, edhe në histori, dhe në jetë, dhe në politik, dhe në sociologji, sepse koncepti i eferveshencës që jep titullin ekspozitës është një koncept i sociologjisë, koncept pak i çalues, i sociologjisë së religionit të feve, është pak mistik, ka një mister të kolektivit që është se si një kolektiv arrin të jetë një gjithë duke qenë me shumë njerëz. Dhe herë përcaktohet nga forcat e jashtme,
Po këto forcat të jashtme që të bëjnë një kolektiv që të ketë kuptim dhe jo thjesht një grumbull trupash të vdekur, duhet të lidhen ose të gjejnë një përgjigje nga forcat të brendshme. Sipas Azizit, dinamika e ciklit është se si të paraqitet në hapësirën e tablos përplasja e përgjigjeve të forcave të jashtme dhe të brendshme. Sipas tij, kjo shumësi kërkon idenë e ciklit. E gjitha kjo është përcakton edhe shpërndarjen e piktura në disa cikle, po dhe brenda çdo tabloje shpërndarjen e ngjyrave, po themi një ciklim ngjyrash, që është brenda çdo tabloje dhe secila i përgjigj dhe hyni jehon me tablot e tjera. Në një farë mënyrë ka një lloj po ta themi me fjalët e sotme është një algoritëm i fshehur, një algoritëm plastik dhe i koloritit që jehon dhe buqet në një farë mënyrë nga një tablo tek tjetra, nga një sallë ekspozimi tek tjetra, nga një cikël tek tjetri, brenda ciklit përgjithshëm, dhe që tenton, kjo është të paktën basti i jon, basti i piktorit dhe basti i lexues, që tenton të përgjigjet ose të rizgjoj algoritmin e kaluar të historisë së fundit të freskët të Kosovës, çka është gjeneza e Kosovës. Derisa është ndalur te estetika e veprave, ka thënë se te basti fillestari i artistit kishte një frikë dështime. Azizi ka folur edhe për një frikë tjetër, atë të dështimit të idesë së ciklit. Sipas tij, duhej mbajtur ritmi dhe dinamika që çdo përsëritje të ishte edhe risi. Për të, kjo është një lloj kurthi që mund të bie artisti në gjestin piktural. Çdo hap i hedhur duhet mendohet në dy këto, duke i bërë hesapin me të dyja polet. Ideja e shumësisë, e përsëritjes, ka dy zgjidhje të mundshme. Një zgjidhje është të fuzë gjitha elementet e mundshme në një tablo, që quhet po themi është kjo pikpamja ose qasja baroke e pikturës. Të bësh një labirint të madh, një pikturë të madhe të verë, që është pothuajse si imazh i botës, dhe spektatori duhet të hyjë aty dhe të humbasim në atë labirint ku të gjitha elementet, gjitha shenjat e botës janë. Dhe aty mund të humbas dhe humbet lexueshmëria. Zgjedhja e artistit këtu është e kundërta, jo të fuzë të gjitha elementet në një tablo, po pothuajse të njëjtin element ta lakoj në forma të ndryshme në një cikël tablosh. Kjo zgjidhje e dytë më duket personalisht dhe më fitimprurse, po dhe më e vështirë. Bashkë duket më vështirë, sepse duhet luajtur pikërisht me dialektikën e përsëritjes dhe rinovimit. Spektatorëve u takon ta shohin nëse ka funksionuar, apo i tillë është të leximit. Domethënë që çdo tablo vlen dhe si vetvete, po dhe si moment i së tërës. Veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ferit Berisha, i njohur si komandant Shkupi, ka thënë se vetë shndrrimi i burgut nga një vend shumë tragjik në vend arti është një metodë shumë e mirë për të mos e harruar të kaluarën. Sipas eprorit të lartë në UÇK, është një vlerë e madhe kur kjo hapësirë shfrytëzohet nga artistët për t'u marrë me të kaluarën. Ky burg përpos që prezanton të kaluarën, e prezanton edhe të tashmen. E tashmja është liria të cilën e kemi fituar gjithë së bashku, kështu që këto është një shkollë e tërë, cilën në këtë vend duhet unë mendoj duhet të jenë vizitor fëmijët tonë, rinia, që ta kuptojnë pse është arrit liria dhe sa ka vlerë liria jonë sot që e jetojnë. Kur e ilustrojnë përmes artit një të vërtet të kaluar në forma mos thamë interesante apo të çuditshme, se unë nuk jam artist me e shpjegu me fjalë, domethënë në çfarë forme, jep edhe vlerën edhe në një farë forme përjetësinë e rasteve që kanë ndodhur në të kaluarën. Piktori mentor Berisha, në këtë rast, në mundësinë e tij e në mediumin e tij, ju ka dhënë përjetësi artistike 4 ngjarjeve kolektive që lanë gjurmë të mëdha në mobilizimin për një Kosovë të lirë. Aso përjetësi ku vizitori ngacmohet nga tablot që bashkojnë përshkrimin, ndjesinë, turmën, individin e idealin.